njeriu duhet të jep rëndësi, muslimani duhet të jep rëndësi namazit ndaj çdo gjëje tjetër. Edhe mos e lë namazin asnjëherë. Mu për këtë, Allahu Gjeleshanuhu edhe ka justifiku format të ndryshme të namazit. E kemi për shembull namazin me isharet. Namazi me isharet. A thu, pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se si falet namazi me isharet? Do të thotë, kur njeriu do të ballafaqohet me probleme të tilla, do ta bëj me isharet, do ta fal me isharet. A nuk i lejohet ta lë edhe të thotë unë vëlla po e fali kaza. A e disa let njerëzit tonë thonë vëlla unë do ta fali kaza. A ne mendon se me atë kaza e pastron vetën e vetë. Nuk ka përgjegjësi. Me atë kaza çka ke bë? Me atë ti i ke kërku një falje Allahu Gjeleshanu. Por, a do ta falë Allahu Gjeleshanu, ati nuk e din. Ati është e shumë pikpyetje. A prej teje kërkohet që ta bësh kaza. Ta bësh kaza, ama jo se unë kur e fala kaza, edhe më unë ta u kry puna ime. Jo.